Imagjinojeni çfarë situate. Njeriu që ka fituar 40% të votave të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Del sot, viziton një fshat në Rugov, bën një përurim dhe jep një deklaratë e cila ma shumë i ngjan një skeqi të dobët humoristik se sa një deklaratë politike e cila do duhet t'i përgjigjej seriozitetit të kohës në të cilën jemi. Ajo ishte një tallje. Ishte një tallje me parazgjithash me votuste vetë, po pastaj edhe me të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Nuk kemi pa asnjë lloj përpjekje. Nuk kemi pa asnjë lloj përpjekje nga ana e lëvizjes vetëvendosje për të zhbllokuar situatën. Ne do të shkojmë aty nesër në ora 10, po shpresoj që kësaj radhe jo në kuvend. Në kuvend, se të Po ura... shpresoj që... Ju garantoj që s'qenë të metra që kanë qikta. Kësaj radhe, po shpresoj që nuk do të ketë... Sikur të kishë s'ja. Adin, Vlora po folë për diçka që na voni kurios dhe ne me po çka është ajo. Video që është regjia. Kryeministër, nesër është tentimi i Radës për konstituimin e kuvendit, si dhe votimin e Albina Haxhiut, nëse veç është emri juaj ende që qëndron për me qenë kryeparlamentare. Keni ndonjë ndryshim të këtij qëndrimi si... Ne ndërtojmë ura, banorët e Rogovës punojnë tokën e shiu është për breqet. Apo ne si vendosë... Po dhe Libunin se ka dhe pak. Pse? Pse? Libunin shka nuk... Ne ndërtojmë ura, banorët e Rogovës ndërtojnë tokën, e shiu është për bereqet. Barët, shiu mërët me bovërshime, mërët me bovërsht A ka bereqet nesër nga ju, Vlora? Ne do t'jemi aty, ne jemi të përgjithshëm. Të bereqetshëm? Të bereqetshëm, ndoshta jo atë sa do donim, po nuk është kaq. Do t'jemi aty, do të votojmë, sigurisht që edhe nesër. Vota jonë për kandidaten zonjën Haxhiu është kundër për arsyet që i tregova më herët. Jo për shkak të për insinuatave që zonja është munduar t'i plasoj, po Zoti Kurti e ka në dorën e tij që të zhbllokoj situatën në kuvendin e Republikës së Kosovës. A mundemi nga kjo studio me i tregu Kurtit çka me bu? Mi u thirr juve? Me mas pari në politik, në demokraci dhe në sistemin parlamentar në të cilin ne jetojmë, marrëveshjet në politik, marrëveshjet politike janë instrumente të domosdoshme. Lora, po duket sikur juve ju ka me teatri që s'ju ka thirr juve veç të dëkën. I ka dhënë ofertë konkrete Zoti Haradinaj që të ndroj kandidaturat, madje i ka ofruar edhe emrat... Edhe na i tasoni ka thonë, që të nikon doni pos Donika Gërvalla Shfarc edhe Albulina Haxhiu ne votojmë. Zoti... Në folë me Naitin përshë. Nait Hasani aty ka folur në emrin e tij personal, nuk ka folur në emër të grupit. Po ai një votë paska, parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Ne nuk do të lejojmë që të detyrohemi të votojmë me zor, sepse nuk mund të votojmë me zor, nuk mund të mirët as ipët diçka me zor në demokraci. Ne do t'jemi aty të përgjithshëm, po shpresojmë që lëvizja vetëvendosje të reflektoj, ta kuptoj që parlamenti është më i madh se egoja e kryetarit të partisë tyre, Zotit Kurti. Kosova është më e madhe se egoja e kryetarit të lëvizjes vetëvendosje. Ne duhet të vazhdojmë tutje.